Dashi, sot do të ndihesh plot energji dhe optimizëm, duke tërhequr njerëzit rreth teje si një magnet. Koha është e duhur për të investuar në marrëdhëniet personale. Një bisedë e sinqertë me partnerin tënd mund të sjellë qartësi dhe afrim emocional. Në aspektin profesional, intuita jote është veçanërisht e mprehtë, kështu që dëgjoj zërin tënd të brendshëm kur të përballesh me vendime të rëndësishme. Financat mund të kërkojnë pak kujdes. Bëj një plan të kujdesshëm shpenzimesh dhe shmang rreziqet e parasyeshme. Mos harro të marrësh pak kohë për reflektim, ndoshta një shëtitje e qetë në natyrë do të të ndihmojë të mbledhësh mendimet. Beso në frymën tënde kreative që ndriçon çdo hap. Demi. Sot ajri mbushet me një energji të qetë që të fton të reflektosh mbi vlerat dhe qëllimet e tua. Është koha e duhur për të bërë një pushim të vogël nga rutina e përditshme dhe për të ndjekur intuitën tënde. Në dashuri, përqafimet dhe fjalët e ëmbla forcojnë marrëdhëniet duke sjellë një afërsi të re. Në punë, vendosmëria jote do të marrë vëmendje pozitive nga të tjerët. Megjithatë, menaxho me kujdes burimet financiare. Shikimi nga largësia mund të ndihmojë në shmangjen e shpenzimeve të panevojshme. Sot, liria e të qenit vetvetja është ndrit si një drik që ndriçon çdo hap tëndin. Kujtohu të gjesh kohë për të shijuar momente të vogla kënaqësie që të ushqejnë shpirtin dhe zemrën. Binjakët. Ndërsa dita fillon me një frymë të freskët, energjitë rreth teje janë të mbushura me mundësi të reja. Sot, mos nguro të shprehësh ndjenjat tua ndaj një personi të dashur, do të vlerësohen sinqerisht. Në fushën profesionale, ke shansin të tregosh kreativitetin tënd dhe të impresionosh e prart. Kujto që durimi është qetësi për të arritur suksesin që kërkon. Bëj kujdes me menaxhimin e buxhetit dhe shmang vendimet impulsive për financat. Një mbrëmje e qetë me një libër ose muzikë të preferuar do të shërbejë si një balsam për shpirtin. Meditimi ose një shëtitje e shkurtër mund të sjellin qetësi mendore. Kujdesu për veten dhe lejo zemrën të udhëheqë rrugën në momente të rëndësishme. Daforia. Sot, ndjenjat e tua janë si dallgët e detit, të cilat ngrihen me fuqi e gjithashtu qetësohen. Në dashuri, lëri emocionet të udhëheqin dhe mos u trem nga thellësia e tyre. Një bisedë e hapur me partnerin do të sjellë një kuptim të ri midis jush. Në punë, qëndro i fokusuar dhe mos lejo që detajet e vogla të shpërqendrojnë nga synimet e mëdha. Financat kërkojnë kujdes, është një kohë e mirë për të bërë një plan kursimi. Kujdesu për trupin dhe mendjen tënde, ndoshta një shëtitje ose meditimi do të të japë qetësinë që kërkon. Kujto se çdo ditë është një mundësi për të rritur veten dhe për të ndriçuar rrugën tënde me dashuri dhe mirësi. Luani. Ditën e sotme, një energji e re të përqafon, duke sjellë një ndjenjë të thellë të rinovimin. Në dashuri, është momenti i duhur për të treguar ndjenjat e vërteta dhe për të dëgjuar me zemër. Nëse jeni në një lidhje, një bisedë e sinqertë mund të sjellë më shumë afërsi dhe mirëkuptim. Në punë, krijimtaria do të kulmojë dhe do të jesh në qendër të vëmendjes. Përfitoni nga kjo për të prezantuar idetë tuaja më të mira dhe mos keni frikë të rrezikoni. Financat kërkojnë një qasje më të kujdesshme, prandaj planifikoni shpenzimet me maturi. Harmonia e brendshme është qelësi, prandaj ndaloni për një moment dhe reflektoni. Sot është kohë për të fokusuar në atë që ju bën të lumtur dhe të plotë. Virgjëresha. Në këtë ditë të bukur tetori, zemra është ndrit me ndjenja të reja që mbushin hapësirat bosh. Përqendrohu në komunikimin me partnerin, zbulimet e vogla do t'ju afrojnë më shumë se kurrë. Në punë, një detyrë e re do të kërkojë përpjekje shtesë, por do të sjellë edhe mundësi të reja për zhvillim. Shfrytëzoj energjinë dhe përkushtimin tënd për të arritur sukses. Kujdes në menaxhimin e financave, pasi shpenzimet e papritura mund të shfaqen. Mbështetu në aftësinë tënde për të planifikuar dhe gjithçka do të jetë nën kontroll. Ndjenja e qetësisë do të pushtojë kur të marrësh kohë për reflektim. Kujdesu për mirëqenien tënde dhe mos harro të relaksohesh me ndonjë libër të mirë ose muzikë qetësuese. Dashuria. Sot do të ndjeni të frymëzuar dhe të motivuar për të sjellë balancë në çdo aspekt të jetës tuaj. Në çështjet e dashurisë, është momenti i duhur për të treguar ndjenjat tuaja me sinqeritet. Një bisedë e thellë me partnerin tuaj mund të forcojë lidhjen tuaj. Në punë, do të keni mundësi të shkëlqeni me aftësitë tuaja diplomatike. Mos hezitoni të ndërmerrni hapa të guximshëm në projekte që kërkojnë krijimtari dhe intuit. Financat duken të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme për gjëra të përkohshme. Mos harroni të gjeni kohë për veten. Një çast qetësie do t'ju rigjenerojë mendërisht dhe shpirtërisht. Lërja zemrës të udhëheqë rrugën dhe besoni në potencialin tuaj të vërtetë. Akrepi, energji të freskët që vjen nga thellësitë e shpirtit. Sot është koha për të fokusuar në projektet që ju ngazëllejnë më shumë.
Në çështjet e zemrës, komunikimi i sinqert do t'ju afrojë më pranë partnerit. Mos keni frikë të shprehni ndjenjat, pasi kjo do të sjellë harmoni. Në frontin e punës, qëndroni të hapur ndaj mundësive të reja. Një ide e vogël mund të rritet në diçka të madhe. Financat kërkojnë një sy të vëmendshëm. Planifikimi i kujdesshëm tashmë do të jap fryte më vonë. Sot bëni pak kohë për të lidhur me natyrën. Kjo do t'ju sjellë qetësi dhe frymëzim. Kujtoni që çdo hap i vogël është një hap drejt qëllimeve tuaja. Bëhuni të durueshëm dhe besoni në proces. Shigjetari. Kjo ditë do të sjellë mundësi të reja për të eksploruar horizonte që ke ndëruar prej kohësh. Mund të ndihesh i frymëzuar për të bërë diçka ndryshe në punën tënde. Mos hezito të ndash idetë e tua me kolegët, pasi mendimet e tua mund të kenë ndikim të madh. Në dashuri, një bisedë e hapur me partnerin do të sjellë një afërsi të re dhe mirëkuptim. Nëse je i përkushtuar për të kursyer, sot është dita e duhur për të shqyrtuar buxhetin dhe për të bërë plane afatgjata. Energjia yte do të jetë në kulmin e saj. Përdore për të realizuar detyrat që kërkojnë përqendrim. Kujdesu për shëndetin tënd emocional duke kaluar kohë me njerëzit që të bëjnë të ndihesh mirë. Britsjapi. Dita e sotme sjell një ndjesë stabiliteti dhe qetësie. Në aspektin profesional, mbani fokusin në detajet e vogla, pasi ato mund të bëjnë ndryshimin e madh. Një mundësi e re mund të shfaqet, prandaj qëndroni vigjilent dhe tregoni vendosmëri. Financat duken të qëndrueshme, por shmanni shpenzimet e panevojshme. Në dashuri, komunikimi i sinqert do t'ju afrojë më shumë me partnerin. Nëse jeni beqar, hapni zemrën për një njeri të re, por jeni të duruar. Gjendja shpirtërore është e qetë, duke ju dhënë mundësinë të reflektoni mbi qëllimet tuaja afatgjata. Kënaquni në momente të vogla lumturie dhe mos harroni rëndësinë e ndjeshmërisë. Në mbrëmje, relaksohuni me një libër të mirë ose një film frymëzues. Ujori. Ditën e sotme, zemra juaj do të ndjejë një harmoni të veçantë, duke ju bërë të reflektoni mbi marrëdhëniet tuaja. Ndërsa një bisedë e thellë me një mik të ngushtë mund të sjellë qartësi në çështjet e dashurisë, mos harroni të dëgjoni edhe zemrën tuaj. Në fushën e punës, kreativiteti do t'ju ndihmojë të kapërceni një sfidë që ka qenë e vështirë. Mos keni frikë të paraqisni ide të reja, ato do të vlerësohen. Financat tuaja janë në një gjendje të qëndrueshme, por mendoni për menaxhimin afatgjat. Bëni kujdes me shpenzimet e vogla që mund të grumbullohen. Sot, lejoni vetes pak kohë për qetësi dhe reflektim, ndoshta përmes një shëtitje në natyrë. Energjia pozitive do t'ju mbush me optimizëm dhe qetësi. Peshqit. Sot, zemra juaj do të ndjejë një harmoni të veçantë, duke nxitur emocione pozitive dhe afërsi me të dashurit. Një bisedë e sinqertë me dikë të afërt do të sjellë qartësi dhe mirëkuptim të ri. Në punë mund të ndodhin disa ndryshime të papritura, por qetësia juaj natyrale do t'ju ndihmojë të përballoni me mençuri. Tregoni kujdes me shpenzimet. Planifikimi i një buxheti do t'ju mbajë të organizuar. Nëse ndjeni lodhje, gjeni kohë për një shëtitje ose meditim të shkurtër, duke lejuar mendjen të pushojë. Kur mbrëmja afrohet, gjeni kohë për të reflektuar mbi arritjet e fundit dhe për të falendëruar veten për përpjekjet tuaja. Intensiteti i brendshëm do t'ju frymëzojë drejt aspiratave të reja.